Përshëndetje, sot do gatuajmë speca të mbushura, po në specat unë kam futur dhe 2 perime të tjera, patligjanin dhe kungullin. Për këtë tavë na duhen 4-5 speca, unë kam marrë 4, një patligjan, një kungull, një kokër qepë, një domate që do t'a grim në rende t'a bim pelte, një 2 speca që do t'i grim për brenda, 500 gram oriz, vaj ulliri, kripë piper të zi piper të kuq, kopër majdanos edhe veget. Fillojmë me pregatitjen e specave të mbushura. Grim në fillim qepën. Dhe specat që do t'i jedhim për brenda. Se këto japin shumë shije. Patligjanin do t'a presim, do t'i marrim pjesën brenda. Edhe këto do t'i skuqim të gjitha. T'i jedhim bashkë me qepën dhe me specat, pjesët e brendshme. Po kështu veprojmë dhe me kungullin. Specave ju heqim pjesën e bishtit, ja kështu. I kemi përgati dhe specat. Grim dhe domate në rende. Dhe tani i kemi gati dhe fillojmë me radhë t'i kaudisim. Kemi vënë tiganin në zjarr, shtojmë 4-5 lugë vaj ulliri. Shtojmë edhe qepën. Shtojmë kripën dhe piperin, sepse qepa na zbutet më shpejt me kripën. Shtojmë dhe perimet e tjera. Skuqim gjitha bashkë. Shtojmë tani orizin, ja janë skuqur gjitha. Janë tretur pothuajse. Shtojmë orizin.
Shtojmë rigon, sepse specat e mbushura bëhen shumë të mira me rigon. Tash do shtojmë pjesën e domates. Dhe e kemi përfunduar. Argjën e kemi gati. Tash do fillojmë të mbushim specat. Fillojmë mbushim specat. Ju idhim nga një lugë brenda të gjithave. Mbushim dhe patligjani. Edhe kungullin. Pjesa që ngelet e shpërndajmë në tavë. Tani do idhim dhe ujin. Unë kisha marrë këtë masë me orizë. Tani do idh 2 të këtilla me ujë dhe një gjysëm, që është fiks, do me thënë që mos e të razosh më për ujë për këtë tavë, për këtë orizë që kemi edhur ne. Ujin do ta idhim të nxehtë, sepse kështu e do orizi ujin të nxehtë. Edhim dhe majdanozin dhe koprën. Furrën e kemi nxehur, e kemi gati dhe tani e futim. Te e pikim në temperaturë 200 derisa specat do t'i shikojmë me sy të na jenë pjekur. Tani specat nga njëra anë janë pjekur, tashi do t'i kthejmë në anën tjetër, që të marrim faqe edhe në anën tjetër. Do t'a lëmë dhe 10 minuta, orizin pothuajse e kemi gati. E futim prapë në furrë edhe 5-10 minuta dhe pastaj e kemi gati. Tavën me speca e kemi gati. Kjo është një tavë e thjeshtë, një gatim i shpejtë, tamam siç e kemi bërë dikur. Mund ta bëni dhe me mish të grirë nëse keni dëshirë. Sipas radhës shtoni dhe mishin e grirë, edhe është e njëjta gjë. Thjesht vetëm shton mish të grirë. Nëse ju pëlqeu videoja, na bëni share, like, subscribe. Ju falenderit.